Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar për herë të parë ndaj debateve politike dhe nismave që synojnë sipas saj kufizimin e kompetencave të prokurisë së posaçme. Në raportin vjetor për vitin 2025, institucionet thekson se çdo ndërhyrje ligjore apo institucionale që synon të reduktojë mjetet procedurale dhe pavarësinë e tij do të ishte thellësisht shqetësuese. Sipas raportit, masa të tilla do të përbënin një rrezik serioz jo vetëm për funksionimin e kushtetutës, por edhe për vetë shtetin e së drejtës. Prokuroria e posaçme thekson se sfida kryesore mbetet hetimi i krimit të organizuar dhe ndjekja penale e zyrtarëve të niveleve të larta. Në dokument evidentojnë gjithashtu se retorika politike dhe presioni mediatik mund të ndikojnë negativisht në perceptimin publik për institucionin, por edhe në autoritetin e tij. Sipas PAK, këto qëndrime mund të shërbejnë si faktor që nxjerrë rritjen e kërcënimeve nga grupet e krimit të organizuar ndaj prokurorëve dhe hetuesve. Raporti sjell edhe të dhëna statistikore mbi mënyrën se si janë nisur hetimet gjatë vitit 2025. Ndryshe nga një vit më parë, prokuroria thekson se ka pasur një rritje të ndjeshme të referimeve nga policia e shtetit. Sipas statistikave, hetimet e nisura nga referimet e policisë janë rritur me rreth 70% krahasuar me vitin 2024. Ndërkohë, raporti evidenton se qytetarët vazhdojnë të jenë një burim i rëndësishëm kallëzimesh për vepra penale, ndërsa politika ka shënuar rënjën në këtë drejtim. Sipas PAK, numri i kallëzimeve penale të bëra nga aktorët politik është përgjysmuar gjatë vitit të fundit. Prokuroria e posaçme ka analizuar dhe përdorimin e masës së sigurisë arrest me burg, një çështje që ka qenë shpesh objekt debati publik. Sipas të dhënave të raportit, gjatë vitit 2025, kjo masë është ulur ndjeshëm duke kaluar nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste gjatë vitit të kaluar. Nga këto masa sigurie, rreth 4% janë vendosur për vepra të lidhura me korrupsionin, ndërsa afro 21% për çështje që lidhen me krimin organizuar. Në të njëjtën kohë, raporti tregon se gjykata ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 197 persona, prej të cilëve 108 për vepra që lidhen me korrupsionin dhe shpërdorim të tyre. Megjithatë, në disa raste gjykata nuk ka pranuar akuzat e prokurorisë. Sipas raportit, 21 persona janë shpallur të pafajshëm duke rrëzuar në këto raste pretendimet e organit të akuzës. Një tjetër element i rëndësishëm i raportit lidhet me përdorimin e përgjimeve në SPAK. PAK pranon se gjatë vitit 2025 janë përgjuar rreth 3004 pajisje telefonike, nga të cilat 1738 me vendim gjykate, ndërsa pjesa tjetër me autorizim të prokurorit ose përmes vendimeve për zgjatjen e përgjimeve. Sipas prokurorisë së posaçme, telefonat celular dhe të dhënat e tyre vijojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të provave në hetimet penale, duke zënë rreth 70 deri në 75% të totalit të pronave të administruara. Në fund të raportit, SPAK evidentoi dhe disa çështje që mbeten ende pas zgjidhje, ndër të cilat është edhe statusi i prokurorëve pas përfundimit të mandatit të tyre, një temë që sipas institucioneve kërkon zgjidhje ligjore dhe institucionale.